Më 21 qershor nisi zyrtarisht Red Bull Spike në Golem, një event që rikthen emocionet e volejbollit të plazhit me adrenalinë dhe spektakël të garantuar. E konsideruar si një nga garat më të pritura të verës, Red Bull Spike mblodhi 16 skuadra nga e gjithë Shqipëria, të cilat hynë në fushë me një qëllim të vetëm, të shpallen kampion të këtij edicioni. Gjatë ditës së parë u zhvillua faza eliminatore ku ndeshjet sollën jo vetëm përballje të forta, por edhe sfida teknike. Kalimi nga volejbolli indoor në rër ndryshoi të gjithë dinamikën e lojës, duke e bërë gjithçka më të vështirë dhe më kërkuese fizikisht. Gjyqtarët e Federatës Shqiptare të Volejbollit gjykuan çdo ndeshje duke qenë të drejtë dhe transparent në çdo pikë. Djemë dhe vajza, të rinj me talent dhe emra të njohur të volejbollit shqiptar, dhanë maksimumin për të kaluar në fazën e radhës. Çdo pikë ishte e luftuar, çdo set me rëndësi dhe entuziazmi i publikut i dha energji çdo aksioni në fushë. Në përfundim të ditës së parë, 8 skuadra siguruan biletën për në çerek finale. Niveli i lojës u rrit, tensioni gjithashtu. Emrat e mëdhenj nisën të spikasin, por nuk munguan as surprizat që trazuan pritshmëritë. Loja u bë më taktike dhe më intensive, ndërsa skuadrat më të mira kërkuan vendin e tyre në gjysmë finale. Të dielën më 22 qershor u zhvillua finalja e madhe, e cila u arbitrua nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Pas 2 ditësh garë intensive, kampionati u mbyll me emocion dhe spektakël. Në fund të edicionit, vendin e parë mori ekipi nga Kosova, që përfaqësohej nga Erion Bajrami, Valmira Ramadani, Loresa Avdyli dhe Ermal Maliqi. Jemi shumë të lumtur pas fitores në një ndeshje shumë të vështirë. Kjo ishte një risi në volejbollin e plazhit. Në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë një organizim të tillë. Mendoj që jemi stërvitur dhe kemi ardhur me një qëllim që të fitojmë, por konkurrenca ishte e vështirë, jo si e kemi menduar. Jam shumë e lumtur që fitum, përgëzoj gjithë bashkëlojtarët e me dhe shpresoj që jemi edhe në takime të tjera si organizime. Në vend të dytë u rendit ekipi Bishet, ndërsa vendi i tretë shkoi për ekipin plazhistët.